Si eci integrimi juaj në jetën amerikane? Po, deri diku nuk ka, si që ta që edhe parë, si duke filluar nga rrugtimi im, edhe ku erdha këtu, nuk kom përjetua vështirësina të mëdha, të thëmë. Si fillimisht, pra si që ta që edhe si që dinë ti si mërgjimtar, gjuha është ajo me para që duhet, por unë si që ta që isha i ri, aso heret 20 vjeçar, i ri u e zënë gjuhën edhe ma kollaj. Megjithëse aso heret nuk ishin këto teknologjia e sotme që është Google Translate, këtë gjana me zënë gjuhën, por interesosha. I thosha vllaut dhe kunat, se jetosha në shtëpi vllait, i thosha me mi shkrua ka 5 fjalë në ditë, English shqip, për me nxesha ka 4-5 fjalë në ditë. Dhe po thuaj se mrena 5-6 muajsh e zuna gjuhën mirë që s'kisha nevoj për kur nëse po mënoj që kam lypej mua. Kurse tjera gjanat revin dal nga dal, punësimi pra punësuame në restoranin, gjanat punë thjeshta, dhe dal nga dal u aktivizuame si që thom ne malsort, apo shqiptar, si që thom ne vet, ka i herë duhet edhe përdhun mu adaptuan këtë sistem, të këthen veni për vetin. Megjithëse nostalgjia dhe malli për vendlindje nuk zhduket kur. Gjatë kohës që keni punëve të ndryshme këtu, a do veçojë në diçka, ndonjë gjë që ju ka lënë mbresa? Nuk dija kisha me pas ndonjë sen për të veçuar. Fatmirësisht i qëtaç krejta e rrugtimi jem përveç mallit për vendlindjen edhe që ke milsho vendlindjet, nuk kisha një gjatë të veçoj që më ka me të mbes, por... Pse zgjodhe real estate-in? Po real estate, fillimisht unë u punësova në restoran, si edhe shumica e moshatarëve tonë aso heret, dhe gradualisht, pra fillova si me pastrot tavlinë, dhe gradualisht kuzhinjere i zume këtë gjanat, dhe mbas disa pak kohet, pra edhe u bana pronari i restoranit, ku kisha 2 restoranet e mia në një kohë. Dhe ashtu që gjithçka ishte në rregull dhe tash filloi familja, fillojnë fëmijë vogël dhe kështu me radhë, dhe vendosa që të dalim nga restorani dhe të marrim një drejtim tjetër. Dhe ai më shtyri që real estate-in, të them të vërtetën, gjithmonë e kom pasën qejf. Edhe kur isha pra në restoran i punësuam, gjithmonë interesosha çka shitet me ble, me këtu. Dhe ashtu që gjithmonë kisha dëshirë që të merrem me real estate. Në çfarë viti krijuat familjen dhe si u njohët me bashkëshorten? Po, unë martesën jam martuar në vitin 1990 me bashkëshorten time, pra bi shkrelit. Po aso heret, pra po thom nuk janë kanë këto teknologjia sotme, por i la ka për kry i la ka, e të dashamir për kry dashamirve, të filani e ka i vajzë mire, kry e kështu dhe ka dal, si aso heret, me shkua se me duhe me qua, me lype, me talane, me prite, kështu gjana është, por... Bashkëshorte jeton të këtu? Po ata kishin jetuar në New York për sa kohë, por veç sa ishin këthy këtu. Ishin këthy këtu me jetua, dhe një teze imja bile me nanën, thot, këthyë i kishte kushrinja ato, dhe janë këthyë, thot, e ka i vajzë mirë, thot, si kite me kënë me kësyre, dhe ashtu filloj. Kam respekt shumë për familjen tuaj, kam qenë pacient në Boman, edhe unë nuk e njifja, ajo s'me njifte, vetëm se shqiptar, ajo më dha ndihmën aty në atë kohë, po njerëzit duhet ta kuptojnë që kur ke nevojë e të ndihmojnë është shumë e vlefshme, edhe unë e falenderoj nëpërmjet jush për mirësjelljen e saj, sepse s'më njifte fare, vetëm duke qenë që prisja shqip, edhe më dha një ndihmë jashtëzakonisht të vlefshme në atë periudhë atje. Po faleminderit, po ajo është e punësuar pranë spital aty tash 20 vite, dhe ajo një punë ka shqiptar shkojnë aty shumë, bile shumica e shqiptarëve që shkojnë e kërkojnë ata tash se shkojnë gradualisht edhe merren vesh me kollaj edhe. Është vlerë kjo familje. Sa fëmijë keni toni? Ne kemi 3 fëmijë, pra kam djalin dhe 2 vajza. I pashme jetë. Edhe je bërgjysh? Po jam fatmirësisht jam bërgjysh tash 8 muaj. Na ka lind një djal i vogël,
por tash o ba i madh, djalë i madh, vajza ka djalin edhe djalin e kanë të martuar, vajzën e ka të martuar, kam edhe një vajzë pa martuar me shtë shtëpia. Fatmirësisht të tre janë në rregull, të tre kanë kryer fakultetet, të tre janë në punët e tyre zyrtare dhe ashtu që jam shumë i lirt. Është një shembull i mirë edhe për gjithë të tjerët që ju e keni shkëputur nga restoranti pasi ngarkesa me familjen edhe supporton fëmijët, se ka patur edhe raste të tjerë që prindit s'kan çfarë kanë fut fëmijët në restorante. Po ai ishte edhe qëllimi kryesor, them të vërtetën. Kur isha në restorane, fëmijë ishin të vogël, pothuajse ishin në moshën 3, 4, 5 vjeçare. Dhe ti e di në restoranet pra duhet qyshen mëngjes deri në mramjet. Dhe neve shkoshim në punë pothuajse në 5:30 në mëngjesit, ata ishin fjetun. Ktheheshin prej punët 9 darks. Shkoshin me radhë, pothuajse nuk ish të kote që nuk i shishim ka 2-3 herë në javë. Gjumë. Dhe erdhëm me deri të menduame që kjo nuk është ajo që duam të jetojmë neve. Dhe deri me atë ai ishte pra dhe shkaku kryesor që dolëm nga restorani dhe morëm me drejtime tjera. Gruaja pra mor spital, u punësua në spital, unë mora dhe rostet dhe jam shumë i lumtur që kem marrë atë drejtim dhe si përfundimisht më duket se kem bërë një zgjedhje të mirë. Sa kohë keni në real estate dhe e shikoj që jeni i kënaqur, sigurisht kur e don profesionin ke dhe sukses. Si e ndier në bashkëpunim me shqiptarët në real estate? Pa tjetër është ajo fjala si që thëja ti, kur e don profesionin ke me kene edhe i sukseshëm, pa tjetër. Ndihem shumë mirë. Jam tash 22 vite më duket ashtu. Dhe me shqiptar jam kanë shumë rregull. Dhe dua publikisht të falenderoj nëpërmes këtij televizionit për përkrahjen e tyre që më kanë bërë dhe gjithnjë vazhdojnë që të mbajnë me shpresë që janë datë kënaqen me mua. Mendoj se janë datë kënaqen me mua, se suksesi im tregon edhe ajo me qenë se ndoshta të kisha kënë një mashtruesa diçka, ndoshta s'kisha kënë suksesshëm, por kam shumë respekt dhe i falenderoj përzemërsisht. Unë të falenderoj shumë që juve sollët me pak fjalë atë suksesin e familjes tuaj, një shembull, një rrugë që ju keni ndjekur, që ju ka dhënë sukses e kënaqësi në familje, por duke bashkëpunuar me komunitetin, qoftë ju dhe bashortja, keni bërë pra, keni dhënë një mirësinë tuaj në bashkëpunim me klientët tuaj dhe është gjë e mirë. Po, cilat janë disa nga aktivitetet komunitare që juve i vlerësoni, por e keni qenë dhe pjesëmarrës në to? Pasi ju jeni i hershëm këtu, keni kaluar 40 vjet që keni ardhur, dhe komunitetin shqiptar-amerikan i Malësisë ka qenë shumë aktiv. Po, them të vërtetën nga një jam kënd pothuajse qysh në vitet e para që kam ardhur, jam kënd shumë aktiv me komunitetin, jam kënd shumë i lidhur me aktivitetet në komunitetin tonë, në veçanti me sportin, siç e dini edhe ju vetë, ku tash pothuajse mase 30 vite merrem me klubin futbollistik Drita, qysh si pra si futbollist. Ke luajtur futboll profesionist apo amator? Ja, s'kam luajtur profesionist, amator, por kur erdha këtu bashkangjitë hap me atë klubin dhe fillua aty si lojtar, si futbollist dhe gjithë natër vazhduam sipas moshës, atë kem drejtua unë me disa shokë të mi, 5-6 shokë, pra kem drejtua edhe klubin deri tani ku edhe tash ekziston. Po ashtu jam kënë shumë aktiv në aktivitetet tjera, në veçanti me shoqatat, si që janë këtu në komunitetin, në veçanti me shoqatin Malësia e Madhe, me qenë sa jashtë, pra thuajse dhe me ka hershmja këtu, kam marrë pjesë gjithmonë në aktivitetet e tyre për çdo rast, dhe para tynit, në festa pra kombëtare, fetare, po ashtu që jam kënë shumë i lidhur me komunitetin dhe jam i lumtur që e kam bërë atë gjë. Si vlerësoni juve këto aktivitete, qoftë që nga futbolli që e kalove kështu lehtë? Çfarë vlerë sjell futbolli
për ndonjëherë ndoshta sillet shqetësim për familjen se largojnë juve bëni, po ku qëndron vlera komunitare? Po çdo gjë ka të mirat edhe të vështirat e veta, sakrificat e veta. Mirë po kur e bën me dëshirë, kur e bën një gjë për komunitet, ndihe shumë mirë që e ke bën gjë. Sepse ti shumë bukur e the, të largon nga familja, po gjë normale, por prapë në anën tjetër, sidomos kur ke sukses me atë aktivitet që e bën. Unë veç do të marr shembull me klubin Drita. Ne kem pas aty skuadrat e moshave të ndryshme, kem pas, dikur i kem pa kampet aty, i kem pas ka 200 fëmijë të komunitetit aty në fushë të luajt. Dhe kem pas ato skuadrat e reja të moshave të ndryshme, dhe kem pas aty futbollistë që kanë kaluar nëpërmes klubit ton, dhe kur kanë shkuar në fakultete të ndryshme, kanë marrë scholarship, kanë marrë disa kanë shkollë, kanë semi-pro në pro. Ajo pra është që të bën të lumtur që je marrë me atë punë. Përveç asaj, pra si shtaç merrem me këtë punë tashmë se 30 vjet, dhe atëherë disa që janë krejt vogël, tash janë më në moshë dhe tash vijnë e të falenderojnë se çka ke bërë për ne së herët. Jo mua, por mendoj krejt grupin që kem, dhe ajo është pra që të bën të lumtur. Vlera është dhe trashëgimia. Si është trashëgimia në skuadra e futbollit tuaj, pra ne grupi juaj futbollit? A janë gjeneratat e rinj që po ju ndjekin pas juve? Po, kanë marrë, tash prapësisht tash mosh, si shto shkollën mosh, këta që janë kënë atër 3 krejt, tash kanë nisë me marrë ata. Me u heq, mirë po na gjithni besim bus tynet, afër tynet për çdo nim që kërkojnë. Dhe po, janë aty të kisheshën palit pra fushën, e kemi janë të rritë aty të moshës veçare, po janë edhe 3-4 skuadrat e fëmijëve. Atër i kemi edhe në këtë moshat tonë hala, gjithni vazhdojmë të luajmë moshës 30, 40, 50. Ashtu që vërtet është taj si rrim bashku të kalojmë kohë, aktivizohen edhe është një gjë mirë.